Ukraina po kërkon zyrtarisht një rol më të madh të Bashkimit Evropian në negociatat për përfundimin e luftës me Rusinë. Tema pritet të diskutohet në detaj në takimin jo formal 2 ditor të ministrave të jashtëm të BE-s që nis në Qipro. Ministri i jashtëm Ukrainas, Andriy Sybiha, deklaroi për BBC se Kievi dëshiron dinamika të reja në procesin e bisedimeve me Moskën dhe kërkon një përfshirje më aktive të vendeve europiane. Sipas tij, formati aktual i negociatave nuk po jep rezultate, ndërsa përpjekjet amerikane për ndërmjetësim kanë ngecur. SBA-ja ka sinjalizuar lodhje nga bisedimet pa rezultat, edhe pse sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ka deklaruar se Washingtoni mbetet i gatshëm të ndërmjetësojë nëse krijohen kushte. Në tryezën e diskutimeve në Europë, po qarkullojnë edhe emra të mundshëm për rolin e të dërguarit të posaçëm të BE-s për negociatat me Rusinë. Mes tyre përmenden ish-kancelare gjermane Angela Merkel dhe ish-kryeministri italian Mario Draghi. Ndërkohë, situata në terren vazhdon të përshkallëzohet. Kievi u godit gjatë fundjavës nga një prej sulmeve më intensive me raketa dhe dron që prej nisjes së luftës. Rusia ka paralajmëruar gjithashtu sulme sistematike të tjera ndaj kryeqytetit Ukrainas. Moska akuzon Bashkimin Evropian se po minon përpjekjet për paqe duke mbështetur ushtarakisht Ukrainën. Megjithatë, BE-ja po shqyrton mundësinë e riangazhimit diplomatik me Rusinë, me synimin për të siguruar që çdo marrëveshje e ardhshme të garantojë jo vetëm interesat e Ukrainës, por edhe sigurinë evropiane. Brenda BE-s ka ndasi për mënyrën si duhet trajtuar Moska. Vende si Suedia dhe Lituania kërkojnë më shumë presion dhe sanksione ndaj Kremlinit, ndërsa shtete si Italia argumentojnë se Europa nuk mund të qëndrojë më jashtë procesit diplomatik. Analistët e Ukrainas paralajmërojnë se negociatat nuk do të kenë sukses nëse Europa nuk vepron nga një pozicion force. Sipas tyre, deri tani nuk ka sinjale reale që Rusia dëshiron të japë fund luftës.